Në një seancë të zhvilluar këtë të hënë nga gjykata e posaçme, Ramazan Raja ka dhënë dëshminë e tij për ngjarjen e 1 nëntor 2019, kur shofieri i ish prokurorit Arjan Doja, Andi Maloku, humbi jetën në atentatin që u krye ndaj Dojës. Raja mohoi të ketë qenë në Shqipëri gjatë periudhës së ngjarjes. Ai shtoi se nuk ka automjet në pronësi dhe theksoi se nuk kishte dieni për takimet e të afërmëve të tij me Genci Malokun, baban e të vrarit. Ai deklaroi se nuk kishte marrë pjesë dhe as nuk kishte dieni për organizimin e sulmit, duke mohuar çdo lidhje të drejtë për drejtë me atentatin. Megjithatë, gjatë seancës, Raja pranoi njojën me Plaren Dervishajn dhe Julian Meçajn, të dy të akuzuar si organizator të atentatit, si dhe me disa të tjerë të njohur gjatë kohës që ai ka qenë në burg. Kjo njohje ka rëndësi për hetimin pasi lidhet në mënyrën se si u realizua atentati dhe aktorët që e përgatitën atë. Në të njëjtën seancë, Dervisha kërkoi të pajisej me pasaportë dhe kartë identiteti për të zgjidhur avokatin e tij, ndërsa Julian Meçaj refuzoi të përgjigjej ndaj pyetjeve të prokurorit, duke e konsideruar të nxitur thirrjen për t'u marrë në pyetje. Gjithashtu, dëshmitarët Bashkim Haxhia dhe Endrit Sinani nuk dhanë deklarata gjatë seancës, duke e bërë hetimin më të vështirë për gjykatën. Hetimi i Spaku të vijon ndërsa organet e drejtësisë po shqyrtojnë të gjitha lidhjet e mundshme të akuzuarve me atentatin e përfshirë, mënyrën se si është siguruar transporti, informacionet paraprake dhe kontaktet me të tjerët që mund të kenë luajtur rol në këtë ngjarje të rëndë. Gjykata do të vazhdojë shqyrtimin në seancën e ardhshme, ndërsa hetimet mbeten të hapura dhe të ndërlikuara.